Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Çfarë ndodhi në mesnat? Ledioni turpëron Rizartën, Rjeti shpërthe në komente. Prajmi i djeshëm u shoqërua me një moment të sikletshëm për Rizarta Hoxhën, teksa Ledioni riktheu në vëmendje një situatë që kishte ndezur Rjetin. Ish banorja e shtëpisë së famshme u gjen në qendër të diskutimeve më parë, kur rrëfimi i saj personal në dhomën e rrëfimit u transmetua në Prime, pavarësisht se ajo mendonte se po fliste me psikologen. Por kjo nuk ishte e vetmja çështje që e bëri virale Rizartën. Gjatë qëndrimit të saj në shtëpi, një bisedë me saj dhe Aldos, teksa ishin në krevat, bëri që Rjeti të shpërthente në aludime. Në një moment Aldo i thot: "Shtrëngoje", gjë që u interpretua nga ndjekësit si një situatë intime mes tyre. Më pas Rizarta e sqaroi se fjala ishte për shtrëngimin e muskujve të barkut dhe jo për diçka tjetër. Gjithsesi, për Ledionin ky sqarim nuk mjaftoi. Gjatë prajmit të mesnatës ai riktheu temën me disa batuta të hidhura, duke e vënë Rizartën në një situatë të sikletshme para publikut. "Që ta mbyllim këtë muhabet, e kishte të fortë apo jo?" tha Ledioni. "Nuk preka gjë", u përgjigj Rizarta. Por Ledioni nuk ndali me kaq. "Bravo, këtë duhet të bëni vajza. Kur ju thot tjetri shtrëngojeni, mos e prekni", shpreh Ledioni me humor.